Shumë të nderuar, mirë se erdhët në Përballje Podcast. Unë jam Muhamet Hairullah. Sot do të flasim për një temë mjaft të rëndësishme. Kosova sapo ka përfunduar raundin e parë të zgjedhjeve lokale dhe me 9 nëntor pritet ballotazhe në disa komuna. Kjo periudhë nuk është vetëm politike, por është edhe digjitale. Përveç fushatave tradicionale, po shohim një betejë të re aty të informacionit edhe që mund të jetë i manipuluar, dezinformatave të ndryshme që mund të vinë edhe nga brenda edhe nga jashtë, si dhe përdorimi i teknologjisë për tentuar për të dëmtuar, le të themi, zgjedhjet në Kosovë. Për të diskutuar për këtë temë, unë kam ftuar dy persona mjaft të rëndësishëm, zotin Dren Gërguri, i cili është ligjërues në Universitetin Publik në Prishtinë. Mirë se erdhe Dren. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Dhe gjithashtu me neve është edhe Blerton Abazi, profesor i sigurisë kibernetike në UBT. Mirë se erdhe Blerton. Faleminderit, mirë se gjeta. Më vjen shumë mirë. Është ky një cikël i diskutimeve që unë po realizoj në kuadër të projektit integriteti medial dhe demokracia në Kosovë, ku ne po flasim për tema që kanë të bëjnë me rregullimin e informacionit, edukimin medial, çështje që kanë të bëjnë me dezinformimin. Sot po flasim për ajo që njihet si deepfake dhe siguria kibernetike, dytë prej fushëveprimtarisë juaj edhe që mireni me temat përditshme, edhe me Dren po e nisim prej teje. Ne sapo përfundum ciklin e parë. Dhe shpesh herë është ky diskutimi që dezinformimi, po tash ka ardhur edhe deepfake. Jo krejt njerëzit e dinë çka është definicioni i deepfake dhe qysh e shohim shpesh herë veç kur e shohim një video që duket shaq reale, sa që shpesh herë nuk mundesh me besu a është reale apo është e ndërtuar çashtu për mu duk ajo si reale. Po, deepfake është çdo audio video e gjeneruar me inteligjencë artificiale, ku në shumicën e rasteve mund të paraqitet dikush që thot diçka që në fakt nuk e ka thënë, ose edhe mund të jetë komplet fiktive, gjeneruar nga mjetet e inteligjencës artificiale. Dhe përsosmëria që kam rri sot deepfake është shumë e lartë se sa vite më përpara, dhe kjo e bën pikërisht atë që përmende Muhamet, që është shumë e vështirë sot syri njeriu të vrej diçka nëse është mirë e punuar si deepfake. Më herët ne diskutonim mënyrat se si gazetarët në përgjithësi edhe në shoqëri mund të kemi fokusin te disa elemente brenda videos në mënyrë që ta vërejmë se është një sjellje jo natyrshme, një veprim jo i natyrshëm ose diçka e tillë, por sot kjo është shumë e vështirë, për cilën me siguri se do të ndalemi më shumë gjatë emisionit. Absolutisht. Blerton, për shkak të shpërndërrisë që vjen nga siguria kibernetike si profesor, po dhe si ekspert i fushës, përveç definicionit që shpjegojmë të drejtë Dreni, është kjo edhe manipulimi që mundet me ndodhë përmes sot metodave të ndryshme, sidomos gjatë zgjedhjeve, që është shumë shqetësuese për faktin që mund të dalin edhe informacione të ndryshme, të paverifikuara, që shpesh herë fatkeqësisht përfundojnë edhe në mediat tradicionale pa atë aspektin e fact-checking. Tash, kur e ndërlidhëm sigurinë kibernetike dhe rëndësinë e saj, në këtë konstelacion, sa ka rëndësi? Faleminderit. Realisht kjo është shumë e rëndësishme, dhe nëse deri tani ne kemi folë për pjesën e sigurisë kibernetike, për pjesën e dezinformacionit dhe deepfake vetëm në aspektin teknik, është shumë e rëndësishme mu të cek se tashmë kjo nuk ka të bëjë vetëm me pjesë teknike, po ka të bëjë edhe me besueshmëri, sepse nëse zëri qytetarëve ose qytetarët dyshojnë që vota tyre është manipulu përmes formave të ndryshme, atëherë ne tash kemi të bëjmë me një rrezik edhe demokracisë. Dhe kjo do thot pak a shumë e përbën. Modelet e tilla në siguri kibernetike, por dhe në deepfake, janë rritën aq shumë sa që do thot shpejtësia e publikimit të atyre videove është shumë e shpejtë se sa përgjigje fact checkers për mi ndalu ato. Edhe në rastet kur ato po arrin mu ndalu, megjithatë gjurmët dhe pasojat po mbesin mbrapa saj derisa po verifikohen. Tash është shumë problem, megjithatë ka teknologji të cilat kanë dalë për identifikim të tyre, mirë, po hovi është shumë i madh i zhvillimit të tyre, dhe ndoshta qytetarët dhe kompanitë të ndryshme më shumë duhet mendojnë se të arrin të menaxhojnë këto video, se sa të ndalojnë ato që po shihet se tashmë është e pamundur të ndalohen. Shumë rregull për fillim, për tash për shkak që nuk është kjo intervistë klasike, po është bashkëbisedim, unë po du me bashkëbisedu na edhe unë si profesionist i fushës. E di Dren,
shkruan në vazhdimsi për çështjen e deepfake dhe dezinformimin. Nëse ndalemi edhe marrim një farë lloj krahasueshmërie, le të themi 10 vjet më herët dhe sot, ku çdo gjë është teknologjike, edhe me inteligjencën artificiale, edhe me platforma të ndryshme. Po du më ndalë të këndvështrimi jot, çka ke vrejt, çfarë lloj narrativa që vijnë të deepfake, diot që Rusia tenton në të gjitha mënyrat po edhe përmes mediave të afërta për shembull me Vučićin dhe me partinë në pushtet në Serbi. Të shkrimet e tua shpesh ka edhe elemente të cilat e vërtetojnë dhe zbërthejnë këto. Çka ke vrejt gjatë kësaj periudhe në Kosovë? Do ta veçoja fillimisht dezinformimin, themi ma klasik, që nuk e përfshin pjesën e inteligjencës artificiale dhe të deepfake, dhe më vonë do të ndalesha pastaj edhe të përdorimi edhe i AI-t për të ndërtuar manipulime të ndryshme. Për Kosovën kryesisht ne kemi narrativa të rreme të cilat e sulmojnë për nga brenda, që tema më e madhe është raporti ndëretnik shqiptarëve dhe serbëve, dhe kryesisht narrativat e rreme shkojnë te kjo tematik që natyrisht është e ndjeshme dhe njëkohësisht shumë e rëndësishme për shoqërinë tonë. Gjithashtu çështja e brendshme, tjetër tematik është ndërtimi i institucioneve, sovraniteti i Kosovës, aftësia e jonë si shoqëri për të pas një shtet, për të kriju institucione, për të mbajt ato, për ta zhvilluar shtetin. Pra janë këto elemente të cilat përdoren për ta sulmuar Kosovën brenda. Njëkohësisht e kemi pastaj edhe pjesën e jashtme në temat e njohjes së pavarësisë së Kosovës, vetë pavarësisë edhe nëse ajo është brenda kornizave të së drejtës ndërkombëtare apo jo, që Rusia, Serbia gjithmonë vazhdojnë kthehen nga bombardimi i NATO-s në ish Jugosllavi, dhe një prej taktikave që e përdorin vazhdimisht është strategjia e përsëritjes së propagandës së njëjtë, edhe për shkak se për shumë duke e parë të përsëritshme, mund të duket që është më e vërtet, më e besueshme, por të njëjtën kohë efekti tjetër është që pas disa viteve, i njëjtë informacion mbrinte grup tjetër njerëzish. Dhe ne sot nëse ndalemi, mendojmë vetëm për shoqërinë e Kosovës. 18 vjeçarët e sotëm, edhe ata që janë më shumë se 18 faktikisht, janë fëmijë të pas luftës. Dhe nëse një propagandë është përndarë në 2005-ën, kam rri ndoshta deri te bashkëmoshatarët e mi, madje edhe ne ndoshta se kemi mri se kemi qenë të vegjël, por ajo përsëritet dhe pastaj mbrin të bashkëmoshatarët e mi dhe mbrin edhe të tjerë. Dhe kjo është një taktikë që përdoret prej Rusisë, prej Serbisë, kur ata e sulmojnë Kosovën në këto tematika. Çështja e luftës për shembull është gjithashtu një temë që e shohim shpesh në media, në ballinat mediave në Serbi, madje e shihnim edhe në atë kohën kur në Kosovë as që përmendej, por në Serbi ballin ishte vazhdimisht Kosova edhe fjalë kyçe, fjala luftë. Dhe sepse thjesht u krijonte ideja në Serbi që Kosova po bëhet gati ta sulmojë Serbinë. Sikur që në ciklet zgjedhore kemi të vazhdueshme narrativat e rreme që gjoja se qeveria e Kosovës po dëbon serbët, po pamundson atyre jetesën në Kosovë dhe narrativat të tilla, të cilat shpërndahen shumë në media serbe dhe në shoqërinë serbe, jo vetëm në Serbi, po edhe në Kosovë. Se pastaj ne gjithmonë kemi edhe këtë ndarjen e burimeve të informacionit brenda shoqërisë, pra shqiptarët e Kosovës edhe serbët e Kosovës që informohen në dy bota të ndryshme mediale. Dhe kjo është diçka që ne në mediat tona të Kosovës shqipfolse s'kemi mbërri që të depërtojmë te komuniteti serb, që informacionet tona të mbërrinë edhe te ata dhe thjesht të demantojmë në shumicën e rasteve propagandën që shpërndahet gjithandej dhe mbetet si e tillë. E Goebbelsi thot një propagandë është efektive kur ajo nuk demantohet dhe nuk zbulohet që është e tillë. Përderisa ne i lejojmë që ata të besojnë në propagandë, atëherë ne duhet ta kuptojmë edhe mënyrën e veprimit të secilit prej tyre, sepse ata veprojnë duke u bazuar në diçka edhe pse s'është e vërtetë, por për ta është. Absolutisht, Blerton, po du më ndalë pak te roli i sigurisë kibernetike në këtë situatë. Po e marr, nuk ka shumë lidhje me këto, po për shembull, në zgjedhjet e kaluara pat problem sajti KQZ-s,
në kohë reale, domethënë që hupi një farë lloj besimi në publik, jo në proces zgjedhor, po në publik për shkak që nuk kishte probleme teknike. Fatmirësisht kësaj radhe gjithçka shkoi në rregull, madje u tha në atë kohë që mund të kishte pasur edhe sulme të jashtme kibernetike për të dëmtuar. Pra qëllimi është për të dëmtuar integritetin, procesin zgjedhor, apo edhe për të, për të kriju amulli, që shpesh herë amullia i përshtatet shumë më shumë se sa çështje tjera. Në këtë aspekt, çysh e ke po situatën nëse e marrim në krahasim me zgjedhjet parlamentare dhe tash menaxhimin dhe temën që ka të bëjë te aty ku jete ekspert te siguria kibernetike. Realisht unë pata shkruajt shumë gjatë atë kohë për çështjen e gjatë zgjedhjeve dhe kemi qenë në media. Në fakt ajo ka qenë më shumë një problem teknik, një problem teknik të cilin nuk kanë arritë me menaxhu mirë zyrtarët e IT-s në KQZ, sepse me shumë gjas edhe po del tjetë që e kanë lansuar një platformë pa testuar fare përpara. Edhe në fakt kjo pak a shumë e cenon aspektin e besueshmërisë, sepse unë pata përdor një shprehje është do thotë nëse rezultatet qytetarët i presin atë edhe nuk dalin, kjo është njëjtë sikur me pa një lojë futbolli 2 ditë mbrapa. A kupton, do thotë e hupat kuptimin, e hupat atë sensin e rezultatit ose do të është njëjtë sikur me pa, do thotë kjo ka qenë, do thotë edhe pastaj normal, edhe këtu pastaj u hap narrative, sulme kibernetike, tendencave të ndryshme. Problemi është se na nganjëherë duhet ta sqarojmë se çka është sulm kibernetik. Sepse njëti problemi kemi pasur edhe me thesarin kur u vjen edhe në 2.1 milionshë. Dhe pa të ndalë që kjo është një sulm kibernetik, por në fakt ai ishte vetëm një sulm i brendshëm administrativ, një keqpërdorim i të drejtave të një zyrtari brendshëm, i cili ka arritën i bë transfere duke i përdorur llogaritë të tjerëve do të brend sistemit tek thesari. Mirë po, kjo nuk ka pas të bëjë lidhje me një sulm kibernetik. Në krahasim me atëherë, dhe atëherë u pat bërë shumë e madhe dhe patëm fillu, do thotë, pastaj filluan në disa raporte të tjera që dalin, mirë po së rezultat, do të ajo që mungonte ishte sqarimi i opinionit që nuk duhet të bëhet panik, edhe realisht ishte një problem i mrenshëm teknik, ku platforma dështoi, mirë po rezultatet ishin brenda, sepse Kosova as nuk ka numërim automatik, as nuk ka votim elektronik. Do thotë rezultatet kanë qenë në kutija. Vetë se është dash me pritën pak më gjatë derisa është sqaruar, pastaj do thotë edhe u akuzuan se u vonuan rezultatet që në fakt procesi i numërimit votave është i njëjtë sikur çdo zgjedhje dhe zgjedhja ka qenë i njëjtë, mirë po dezinformimi ishte i madh. Në fakt që ndodhet për sulm kibernetik, edhe ende unë shoh nga në disa media përdoret që ka qenë sulm kibernetik ose për shembull partia të caktuar e ka prish sistemin për mos publikuar rezultatet etj. Që mendoj duhet kemi kujdes sepse qytetari i rëndom nuk e din këtë rezultat. Ato që ka deshta mu lidh me drenin që tha më herët është do të te pjesa propagandës, unë një hulumtim të cilin kam bërë kohën e fundit dhe dje publikova shkurtimisht, do të në vendet e ndryshme të Ballkanit Perëndimor, për shembull Shkupi është pjesa kryesore të Maqedonia, është ku bëhet më shumë të dezinformim. Do të edhe kampanja e rasti edhe nëse gaboj është ai rasti i Velesit, ajo është i Velesit, pastaj shumë raste të tjera. Pikërisht mirë po në Serbi për shembull ka state sponsored, grupe të sponsoruara nga shteti. Po çka është interesante është nëse e shihni propagandën në Serbi, edhe nëse hyni në platformën Get Your Guides, grupet serbe e promovojnë bombardimin e NATO-s si atraksion turistik. Edhe askush nuk e raporton, edhe ndoshta aty hyn, do thotë shef që shkoni vizitoni këtë vend. Mirë po do thotë që nuk duhet të jetë një grup, apo se ne duhet ta raportojmë që në fakt ai nuk është një atraksion turistik. Mirë po është diçka të cilën ata promovojnë jashtëzakonisht shumë dhe forma të tilla do thotë të cilat neve po ndikojnë dhe po çrregullojnë komplet konstelacionin edhe politik, po edhe shoqëror tek ne. Tani më këto zgjedhjet që i mbajtëm në zgjedhjet e fundit, platforma ka funksionuar jashtëzakonisht mirë, sepse pikërisht do të përmend që kjo edhe për shkak për krahas që e poshtë ambasada e Britanisë së Madhe. Sepse ambasada britanike e ka marrë përsipër, në fakt ne patëm realizuar përmes një projekti me ambasadën britanike disa ditë para zgjedhjeve të parlamentare në shkurt, me 9 shkurt kur ishin, patëm realizuar një TTX, një tabletop exercise, edhe njëna prej temave që është diskutuar me zyrtarët, KQZ dhe zyrtar publik pikërisht ka qenë çka nëse na ndodh një sulm kibernetik në zgjedhje. Edhe patëm simulu disa skena, mirë po kuptohet që pjesa jon ka qenë limituar deri te simulimi i veprimeve të caktuara, pa ndërhyrë shumë pjesën teknike, dhe pastaj kur dul kjo çështja teknike, kjo ishte do të thotë një çështje
Unë mendoj që ishte shumë më e komplikuar sepse ishte një donacion për një organizatës të Mungardhoj, i cili ishte publikuar, ishte lansuar, mirë po mekanizmat e testimit kanë munguar. Dhe gjithmonë kur mungon mekanizmi i testimit, ne kemi të bëjmë me një problem shumë teknik, sepse këto platforma duhet të testohen. Do të testohet ngarkesa në rast se hapet Po, sot. diko ke lajmi që atëherë- natën kur kanë dalë rezultatet kësaj radhe, dikush 700.000 njerëz kanë shku, kanë double në site KQZ. Pikërisht, ka qenë ndërsa është trafik, pjesë e po, madhe, ndërsa po. requesti ka qenë nëse s'ka bëj 1.2 milion. Herën e kaluar ka shku deri në 1.7 milion request, do të thotë për mu qasën në platforma, sepse llogaritën na flasëm vetëm për një IP adres, po për një IP adresës ky ishin 5 veta, ky është na unë, ky është bashkëshorta, ky është di koleg, do të thotë i shkojnë 5-6 veta prej një IP-s, që i bën do të thotë ajo e duplifikon edhe rrit numrin e kërkesa në platformë dhe pastaj platforma nuk ka arritur me ju përgjigj mbrapa sepse ka mungu do të thotë pikërisht infrastruktura teknike të cilat do të thotë Fatmirësisht kësaj radhe ishte ma mirë edhe ende është mirë. Po. Kretë këto ndryshimet që po ndodhin në ekosistemin informativ e bëjnë të rëndësishme që institucionet tona ta kuptojnë rëndësinë e informacionit, shpejtësinë e informacionit në çfarëdo situate dhe në zgjedhjet e shkurtit ato vonesa thjesht e krijonin një terren të përshtatshëm për ta çuar përpara dezinformimin e cënimit të integritetit të zgjedhjeve, sepse kishte dezinformata se do të ketë cënim të integritetit, do të ketë mashtrime të tjera dhe pastaj çdo vonesë që ndodhte, e në fillim madje as KQZ-ja nuk kishte ashtu një qëndrim publik ndaj problemit, e bënte që të tjerët do të mund të përfitonin nga ajo. Dhe që nga koha e Covidit, ne kemi parë që faktikisht dezinformimin e kemi të përditshëm. Pra, për ta vazhdu edhe pak të ajo që isha duke folë më herët. Pra, ideja se si ka ndryshu sot dezinformimi është që Covidi prej në kohë kur ne me dezinformime kishim në fushata zgjedhore, sikur rasti i Velesit Maqedonisë kur ata të rinë diku arritën të kenë ndikim në zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po kryesisht ishte fokusi në tema shumë të mëdha të rëndësishme për shoqërinë. Covidi e bëri të përditshëm, edhe filluan të dezinformojnë në tema që janë të përditshme, çka do qofshin ato. Sot vazhdon të jetë tema e shëndetësisë një prej manipulimeve të përditshme që ne i shohim, mjafton të vizitojmë 2 kontrolluesit verifikuesit e fakteve në Kosovë dhe shes sa raste janë me gjoja se barna të cilat ndihmojnë për një problem ose për një mjek sidomos ajo natë fushë është jashtëzakonisht e madhe. Të ndryshme edhe pastaj njerëzit edhe mund t'i besojnë edhe për arsye se thjesht nevoja të shtyn nganjëherë që të pëlqen ta besosh, edhe nuk shkon edhe e verifikon edhe ndoshta edhe e provon, e rrezikon edhe shëndetin tënd. Edhe gjitha këto e bën sistemin informativ në atë mënyrë sa që ne filluam ta kemi të përditshme në çfarëdo teme dhe në gjithçka. Në këtë situatë, sa herë që ne do të kemi zgjedhje, ne do të kemi narrativen e manipulimit, narrativen e cënimit të integritetit dhe këtu institucionet duhet punojnë shumë që ta gjejnë mënyrën se si të reagojnë në rast se ndodh diçka e tillë. Pra se mund të ndodhë ajo. Ajo është teknike, por për publikun shkon përtej teknikës. Pikërisht. Sepse informacionet që ata i kanë pa her pas herë në burime të ndryshme, qoftë në media tradicionale, qoftë në media online apo në media sociale, që gjithashtu luan një rol të rëndësishëm si burimi informacioni për shoqërinë tonë, e aty ka zakonisht numri më të madh të dezinformimit e ke aty, qoftë Facebook, qoftë TikTok, qoftë Telegram, dhe nëse aty e shohin informacionet e tilla, pastaj kur të ndodh diçka me të vërtetë që është teknike, atyre thjesht ju përputhet me ato që kanë pa një muaj më herët vazhdimisht në media sociale, pavarësisht që ka qenë rreme, por ajo është përsërit. Dhe ata thonë, ja, është thënë që një muaj në Telegram, ja po ndodh sot në të vërtetë. Në fakt, po, pikërisht kjo, çive se atëherë në zgjedhjet e nënshkurtë sepse kanë kaluar ato zgjedhje, mirë po duhet të mësojmë prej gabimeve. Në fakt, përveç platformës, ishte një gabim teknik që ndodhi në pej me disa rezultate të cilat u vendosën gabimisht, që vendos më shumë se votues, ajo u bë print screen dhe pastaj ajo u bë virale. Dhe ajo dhe shive gabime ndodhin, mirë po është e dinjiteshme që zyrtarët përgjegjës dalin dhe tregojnë se çfarë gabimi ndodhi dhe mos lihet amulli tek qytetar, do thotë për shkak do thotë se ndodhi diçka edhe të kaloj ajo sikur do thotë sikur asgjë. Sepse ato dëshmit mbetën, ato që tash më herët unë do të na sado që
i demantojmë fake news apo dhe fshin komplet, pasojat mbesin brenda saj. Dhe ende diskutohet do të për atë rezultat, do të një numër që mundet një zyrtar përgjithë se ka shënu qëllimisht apo gabimisht, nuk e di matë, mirë po dol numri më i madh se sa numri komplet i votuesve brenda atyre, dhe pastaj rriti 70% do të shkoj, dhe pastaj është përmirësu. Dhe kjo do të thotë është një narrativ shumë e gabuar, e cila pastaj edhe po indikon do të thotë komplet edhe ndoshta edhe ndryshon edhe kontekstin e diskutimit brenda saj. Ato që deshta më thonë më herët Muhamet është se pjesa që po lidha me Drenin, pjesa e disinformimit. Gjithmonë do të thotë ekziston një arsye kur ndodhen, qofni sulm kibernetik, qofni phishing, qofni në model, ndodh në rast edhe kur e dim që po ndodh një ngjarje e tillë. Para një kohë, për shembull, para disa muaje patëm rastin kur ishin disa phishing attacks përmes SMS-ave të postave. Po, që lajmëron për shkak se korporatave. Pikë për shkak se postat e shpejta më u bënën këtu viral, u bënën 200 posta të shpejta, dhe do thotë ishte në mundësi e mirë e hakerëve, do thotë, për me targetu një grup potencial të njerëzve të cilët mundën me qenë viktime e tillë. Pastaj edhe dënimet online të policisë që fillon me u dërgu. Do thotë, gjithmonë ekziston një kontekst pse ndodh një veprim i tillë. Unë për shembull e përmeni shpesh rastin kur ka qenë i cili do të trusit, azëm shembull. Edhe një kohë një faqe caktuar fiktive nxorr një platformë komentani me pajtomi dhe ju mund ta merrni trustin për 10%. Dhe fillon njerëz viral, pajtomi, shënoheshin komente, do thotë tu pajtue, do thotë ishte ata e kishin bindje që nëse ti komenton në Facebook, administrata tatimore e Kosovës mundet me aprovu një kërkesë të tillë. Do thotë deri në këtë nivel shkon do thotë mungesa ndërgjegjësimit në fushën e sigurisë kibernetike, privatësisë edhe të dhënave të tjera. Krejt kjo e tregon se sa ne jemi mbrapa si shoqëri, në përgatitjen e shoqërisë në gjithë këtë ambientin edhe informativ, po edhe teknologjik që neve na rrethon sot. Sepse kemi tek e fundit studimet e tregojnë se për dezinformim jo domosdoshmërisht është ideja e ngulitjes së një opinioni të caktuar, por është ajo që përmend edhe ti, amullia. Pra krijon një mjegullnaj, krijon disa narrativa dhe pastaj rezultati në fund është që njerëzit nuk dinë çka të besojnë më. Edhe kjo është e mjaftueshme në proces zgjedhor, për shembull, ose në procese të rëndësishme për shoqërinë, element, ose në rastin e Kosovës, çështja e veriut, edhe kur kishim më herët tensionet në veri, vazhdimisht ato shoqëroheshin në val dezinformimi për lloj situata të krijuara, që më vonë filluan të krijohen edhe me inteligjencë artificiale. Pra, nëse më përpara nuk kishte inteligjencë artificiale dhe angazhimi njerëzor ishte më i madh, sot angazhimi është shumë më jo lehtë për shkak se është automatizuar dhe inteligjenca artificiale mbërrin të kryej shumë punë për ty, saqë ti ta shpërndash me lehtë, ta kesh ta personalizosh dezinformatën. Absolutisht. Jo, ajo që do të më ndal me thonë tash këtu si dikush që jam edhe në media gjatë, edhe si redaktor në Telegraf, po edhe në media tjera, por edhe si profesionist, shpesh herë është në perceptimit të njerëzit që njerëzit shohin në feed vetën që ajo del, ose në Facebook, ose në TikTok. Sidomos TikToku është kthyer në një vend ku sot ti mundesh me pa shumë gjëra të cilat janë të vërteta. Dhe njerëzit shkruajnë thotë është e vërtetë për një sens që s'është e vërtetë. Edhe mundona më shpjegoj ka dalë ku ke shku me pa, kush është burimi, domethënë sa ne por si qytetar ç'a duhet me bash me shku me lyp një far burimi zyrtar institucional. Pajtona me juve kur e thatë te pjesa e zgjedhjet kalume. Mendoj që KQZ-ja në kohë reale ka dështuar me dalë me dhon sqarimin para opinionit që gjë që e kam thonë në vazhdimsi, sepse po që se KQZ-ja do dilte më shpesh edhe në kohë reale me thonë që kemi probleme teknike, gjithçka është në rregull, bjen tension, as ka asnjë problem. Po ata dolën pak si vonë, kur pasaj u bë pak më e madhe, po shpresoj që kemi marrë mësim nga çajo situatë, kësaj radhe që shkoj pak më mirë. Tash po du më kthy te ky aspekti i edhe i kapaciteteve, po e nisim me ty Blerton, domethënë të rëndësia sigurisë kibernetike, edhe te roli medjave, edhe te i shtetit që e përmeni, pra institucionet, drejni me të drejtë, a jemi na gati për një lloj, shiko, në botë po ka probleme. Ne pam Rumaninë që ndodhen me TikTok, ai kandidati ndikimi Ros, Moldavia është në përgjithësi në presione të tilla nga ndikimi Ros, Gjeorgji tash të zgjedhjet e fundit, pra është
problem global, po normal, neve po na intereson për Pikërisht. Edhe arsyeja pse është shumë e theksuar te na është sepse na jemi vend i vogël, edhe ne duhet pajtohemi që partitë janë shumë të polarizuara në fake news edhe në rrjetet sociale. edhe dorën zemër partitë i nimojnë çti diskursi, pikërisht, edhe kjo nuk është që po thomone, kjo është tonë edhe në raportet Po. të NDA-n kaluam edhe në raporte zyrtare, të cilat partitë politike i prin kësaj vallë. Pikërisht, sepse partitë politike i prin, vendi është i vogël, edhe ti shumë shpejt mundesh me marrë vesh informacionin apo lidhje do thotë ndërmjet personave, individëve apo grupeve të caktuara të cilat i krijojnë. Këtu është edhe një ndarje shumë e theksuar ndërmjet institucioneve, mediave, gazetarëve edhe grupeve tjera të cilët kishin mujt me ndihmu këtë proces. Fatkeqësisht do thotë ky trekanshi ndërmjet institucioneve, KQZ-s, qeverisë, gjithkujna mediave dhe Agjencisë së Sigurisë Kibernetike, e cila kish mujt me ndihmu me kriju qëtë ekosistem dhe me rrit ndërgjegjësimin, mungon sepse ne ende nuk kemi agjenci. Ne kemi me ligj Agjencisë së Sigurisë Kibernetike, po ende nuk kemi zgjedhur drejtor të agjencisë për me funksionizu një agjenci dhe e cila kish mujt me ndihmu këtë proces. Në anën tjetër, polarizimi i madh i mediave me institucionet, po dije se çfarë është dhe kjo do thotë pa e krijon që ndasinë, ku krijon do thotë grupe të decentralizuara dhe secila funksionon do thotë ndamas, pa e kriju që ndërlidhen dhe cila kish mujt me ndihmu. Infrastruktura ekziston, unë mendoj që ne kemi një agjenci të shoqërisë informacionit me njerëz me individ të cilët janë jashtëzakonisht profesionista, dhe të cilët do thotë kanë kontribuar në kohë gjatë dhe ende kontribuojnë për me kriju këtë sistem. Mirë po, këto sistemi nuk bëhen vetvetijo. Këto sistemi nuk bëhen vetëm si përgjegjësi institucionit. Është përgjegjësi e çdo individi për me ndihmu duke kontribuar në luftimin e kampanjave dezinformuese dhe gjithçka tjetër. Tu fillu prej sektorit privat, duke fillu prej telekomit, i cili ka numrin më të madh të konsumatorëve, duke fillu prej sektorit bankar, të cilët duhet të investojnë në promovim të drejtave apo luftës kibernetike, përgjegjësisë ndaj sistemeve, dhe pastaj edhe media duke promovu informacione të tilla, sidomos në pjesën e inteligjencës artificiale, të cilën e thamë edhe më herët, sepse unë që mund të jetë njëri prej probleme kryesore në të ardhmen, sidomos kjo që ka të bëjë me deepfake. Në fakt të tashmen, jo të ardhmen, sepse është e tashmja. Tashmë nuk kemi të ardhmen, tash kemi më të tashmen. Po të tash se dina çka ka mundur nesër. Na pedim tash, jo se na pedim çka duke ndodhur. Për shembull në vende në Azi, në Amerikë, ka deepfake live, që është mashtrim, edhe është live aty për aty. Deri këtu ka rrit teknologjia. Pra ti ke një takim në Zoom, brenda një kompanije, dhe e përori është deepfake. E përori thotë që për këtë kompani Next do të bëjmë këtë shumë parash, do ta paguajmë, dhe ti si thjesht nëse shefi yt thotë diçka të tillë, ti veç e çon tutje mesazhin dhe e përcjell porosin çfarëdo që është ajo, dhe çka po ndodh është që ka raporte të cilat tregojnë se si mijëra dollar vidhen duke u përdorur teknologjia e deepfake. Pra, kur ti e sheh që kam rri deri në live, atë ty tregon që ajo që ne kemi biseduar më herët për deepfake, të cilat janë të përgatitura me programet, janë të montuara dhe ka rëndësi se çfarë është mesazhi aty në mënyrë që ti ta analizosh më shumë, ne sot duhet jemi të kujdesshëm në komunikim online live, sepse deri aty mund të mrij. Ka disa kompani që po përpiqen, sidomos në Amerikë, që po krijojnë tools, mjete vegla për detektim në brenda takimit, në kohë reale. Pra ideja është në kohë reale të analizohet videoja tjetër dhe ty t'jap një mesazh me të kuqes së gjelbërt, varësisht se është deepfake apo nuk është. Dhe kjo është një prej të risive të fundit që ka ndodhur nga disa kompani në Amerikë. Reality Defender është një prej tyre që po punon shumë në këtë aspekt, por ajo se çka unë është shumë shqetësuese është që te ne, pavarësisht që teknologjia dhe AI ka ardhur shpejt, sa kemi punu ne që ne të mrrim ta ngrisim vetdijen e shoqërisë, tash jo vetëm për kulturën e verifikimit të informacionit, pra që unë besoj se neve na mungon shumë, nuk e kemi si shoqëri kulturën e idenë që çka do që ti sheh, duhet ta verifikosh, a mund të jetë vërtet apo jo, ketë shumë rëndësi burimi i informacionit, pra unë gjithmonë e përmendi kur thonë e kam pa diku në media sociale, në TikTok, Facebook. Unë them është njëjtë sikur kur thua kam qenë për pushime ku ndeti.
idenë se ke kuar. Po dhe deti. Më thonë deti. Njëjtë është kjo me media sociale. Po. Dhe të ende vazhdojnë njerëzit mos e kuptojnë rëndësinë e burimit të informacionit, edhe rëndësinë që Po të kjo jetë ka të bëjë tash me informacion. edukimin medial. Kjo është me edukim Absolutisht. medial. Po tash përveç edukimit medial, tash është edukimi mbi inteligjencën artificiale që po shkruhet shumë përpara, e që të ne është, domethënë ende temë që përmendet aty këtu shumë pak, sepse ne me edukim medial jemi mbrapa, lërëm me AI. Po çka duhet bëjmë ne është që ne duhet ta gjejmë një mënyrë edhe në arsimin formal, ta shtrim brenda lëndëve të ndryshme, tematike edhe të medias, të edukimit medial, të informacionit, të teknologjisë, të inteligjencës artificiale, po edhe në arsimim jo formal, sepse kemi një numër të madh të shoqërisë që tashmë nuk është në këtë formal, por ka nevojë goxha shumë për të qenë më shumë aftësi të edukimit medial, për të pasur gjykim kritik ndaj përmbajtjeve mediale, për të mos besuar gjithçka, por të njëjtën kohë për ta ditë edhe mënyrën se si ta analizoj një informacion. Se dhe kjo është pastaj me dallu dren, blen çush me dallu një video, po më ka ra shumë po tash kohëve të fundit dorën zamër video punu me çash mirë me inteligjencë artificiale, saqë puni me është sora dyshe, e vërtet duket që është real, domethënë edhe që ajo shpëndohet pasaj në TikTok, ka shumë video, sidomos për shembull edhe te pjesa veriore kur ka ndodhur tensionet, protestat, problematika, ka video të montuar me njerëzve, domethënë ka pas disa tentativa edhe këto audio më ndryshu, me dal figura e një ex politikani, edhe mu vendos zonën e tij që ka thonë ke diçka tjetër. Dhe pajtonat që te pjesa e njerëzve pasaj është kjo problem sepse ata po thonë e kum pa. Po ku e ke po thotë e kum po në dikon. Edhe që kjo është ajo që sfiduese në të ardhmen që njerëzit fillojnë me besu në diçka që nuk është reale. Edhe tani gjithmonë është kjo lufta, gjysa pi beson që ati informacioni, gjysa tjetër nuk pi beson që ati informacioni. Pikërisht kjo është, shive, nga njerë dhe qytetarët apo njerëz edhe në varet edhe është edhe intuit, ata çka dojnë me besu. Ose nga njerë dhe çka kanë qef me doshme, çka kanë qef. Shive, kjo është shumë e rëndësishme dhe ata nga njerë dojnë me besu një informacion. Sepse ata e dinë saktë që nuk është i vërteta informacion, ata dojnë me besu sepse ju pëlqen. Do thotë anojnë nga informacion. Ka shumë kompani të cilat po krijojnë mekanizma për me detektu. Mirë po, që va problem. Unë gjithë të thamë që çështja e inteligjencës artificiale që ndërlidhet me siguri kibernetike, me disinformation, është një luftë e shahut pafitues. Sepse sa të rrit mekanizmin e detektimit, njëjtën kohë përmes e AI të rritet edhe mekanizmi i fuqizimit në anën tjetër. A ka kthy Blerton në pikën 0 inteligjenca artificiale, kjo që njët siguri kibernetike tradicionale, klasike, domethënë tash e kanë ndru lojën. E kanë ndru një pjesë të madhe, kanë ndru lojën, po përfundimisht e kanë ndru lojën. Kanë ndru lojën sepse pikërisht kjo që po them, sa fillon kjo defense, mbrojtja mu zhvillue, prej mekanizmave mbrojtës që krijohen, sulmi avancohet në anën tjetër, duke i përdorur mjetet në anën tjetër. Do të thotë është një farë lufte pafitues ndërmjet mbrojtjes së sulmit në aspektin kibernetik. Edhe kjo është do të thotë pikërisht ato të cilën kompanitë po tentojnë me zhvillu. Për shembull, viktima, ato që tha drejni më herët, viktime një intervistës punës ka qenë një pi kompanive të mëdha botërore, kur një punëtor ka hy AI, do thotë ai nuk ka qenë. Po thotë ka qenë AI u kyçën. Ka qenë miku i tij, ose mikja. Edhe ç'është reklama, ç'është nuk jam në Xiaomi, atë ka qenë dikush tjetër, ka hyrë edhe ka fituar valën e punës. Do thotë ka fituar valën e punës. Deri në çat nivel, sa ato të bën shumë thjesht, veç i merr me mekanizëm më i thjeshtë i mundshëm është elshon ChatGPT me rekord, në anën tjetër i merr me 2 monitora, me një publikan, edhe ai çka të fol, pyetjet ai automatikisht jep respond, përgjigje edhe ja ka këty përgjigje, do thotë jetën kohë reale ka thonë, wow, ne kena gjetë një talent i cili i pas volum deri tash. Edhe kanë dorë. Unë e shoh edhe pak fokusin e gjigantëve teknologjik, të cilët janë më shumë të interesuar në krijimin e reglave që prodhojnë video të gjeneruara nga inteligjenca artificiale, se sa detektimi i tyre, për shkak të financave. Gjë që kanë ndryshuar dhe me politikat e Metës, më fal, X-it, e pasaj edhe Meta i ndroi, për shembull me fakt-checkerat, i largoi si diçka që ka nevojë edhe u bë kjo problem. Të kujtohet në atë kohë. Po, sidomos për Amerikë ka veç ka hyrë fuqi kjo edhe e kanë kjo pastaj kjo na shtyn në temën e diskutimit të besueshmërisë së publikut në fact checkers.
Për shkak se ajo se çka ka ndodhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, unë isha atje një vit para mbajtjes së zgjedhjeve dhe e shija diskutimin që bëi shumë në atë se si ka partisanship, edhe te fact checkers. Pra nëse ka edhe aty që janë që ata janë bias, pra që paragjykojnë. Se ishte ashtu që gjatë zgjedhjeve për shembull është lexuar nga Biden dhe demokratët, kështu ishte në fakt përshtypje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo ishte narrativa nga grupit të Trumpit. Edhe pastaj kjo ndikonte që në shoqëri të binte niveli i rëndësisë së verifikuesve të fakteve dhe rrjedhimisht kur doli X e Meta pastaj me idenë që t'i heqim, do të reagimi ishte minimal, sepse njerëzit veç se e kishin kriju bindjen që ne s'kemi nevojë për ta, sepse ata nuk po i verifikojnë faktet me një metodologji të caktuar, që për shembull nëse i krahasoj me fact-checkers në Evropë, ka dallime atë se si punojnë disa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, metodologjia është gjithçka dhe nëse ti nuk e ke një metodologji shumë strikte, atëherë automatikisht për çdo që hyn pak edhe hulumton, thjesht pikpyetjet mbesin aty në mënyrën se si ti po e verifikon a është e vërtetë apo jo. Pastaj përdorimi më i madh i inteligjencës artificiale si ndihmë për t'i detektu deklarimet të tilla, pastaj ka pas gabime në disa raste prej vetë AI, sepse ne duhet ta kuptojmë që inteligjenca artificiale është zhvilluar shumë, por jo as shumë sa ne jemi tu e mendu prej frikës që çka do ndodh me ne. Pra ne po e shohim AI shumë më përpara se sa që është në të vërtetë. S'keni pa gjë akoma. Po shohim ata ancume. Po, kjo është edhe arsyeja sepse ne për AI e shohim ChatGPT-n, edhe jo edhe shumë LLMs të tjerë që janë shumë më mirë se sa ChatGPT. Po. Gemini, Copilot i Microsoft, Gemini i Google. Pra, Gemini është Google Database, databaza e Google. Unë personalisht më përpara në studime gjithmonë përdorja Google Scholar. Unë sot se përdori Gemini, sepse ka të njëjtën databazë. Pra, pse ti shkon në diçka ku të merr më shumë kohë me mri një rezultat kur është Gemini që ta jap më shpejt. Copilot, prej fillimit Microsofti ka proklamuar se dallimi i madh i Copilot dhe ChatGPT-s është se ChatGPT në databazë kur e ka trajnuar modelin ka marrë gjithçka, çka do që ka gjetë. Microsofti e ka selektuar për mbajtjen mbi cilën është krijuar modeli. Kjo është ajo që ne duhet ta kuptojmë se modelet janë të ndryshme, nuk janë të njëjta edhe pse janë inteligjencë artificiale, mundësitë që ato t'i ofrojnë janë të ndryshme. Tash ne po shohim Grokun që po i bën konkurrencë të madhe në fotografi dhe video gjenerim OpenAI me Sora. Pa gjithashtu pastaj po e rrisin nivelin e përsosmërisë së videove. Për ta dhënë edhe një fjali të shkurtër ajo që përmendëm herët çka të bëjmë ne sot. Pra unë besoj që është shumë e rëndësishme së pari të bëjmë një dallim të përmbajtjes, a është serioze, a është arktim. Për mua ka shumë rëndësi që nëse një përmbajtje është serioze, ti ndalesh, e gjykon më shumë edhe e verifikon, për shkak se të qenit serioze është e pamundshme të jetë veç në TikTok, veç në Facebook, do ta kesh edhe në media, do të jenë gazetarë që merren me të. Kur është pinguini duke që roli i mediave tani është shumë i rëndësishëm që citohet për faktin që shpesh kushtat që aden është diskutim profesionist është edhe nëse e merr edhe e shikon edhe te Instituti Reuters që bën raportin vjetor, domethënë trendi i TikTokerëve, gjeneratat e reja kanë konsumu lajme sot në Reels, në Instagram, edhe në këto platformat, por megjithatë, prap do të jetë një derë gjithmonë për mediat profesionale, çajo që po thu sakt, për me shku, për me vërtetu, sepse ti dush me vërtetu një informacion. Dikon, e nise te pjesa e fundit e unë zakonisht kom qef në analizum situatën, e analizum rëndësinë edhe të sigurisë kibernetike, edhe ajo që ka të bëjë me dezinformimin dhe deepfake, e unë kom qef të pjesa e fundit pasaj me përmbyll me çka na duhet me bo, edhe çka muj me bo, edhe çka duhet shtete me bo mbi të gjitha, që kjo situatë që ka të bëjë me këto tema të jetë me qartë për publikun, si këtë diskutim sot që po bëjmë. Unë vetë shaktuj shumë shkurtimisht nëse mund e Muhamet, pjesa që flasëm të zgjedhjet në Amerikë, shefe, Meta zgjedhjet e fundit në Amerikë ka dashur me mbulu një gabim të madh se ne ka bërë me Cambridge Analytica në 2016. Nëse ju kujtohet rasti Cambridge Analytica, ka marrë dhanat Alex Kugan, një shkencëtar i dhanave, i cili pa pas nevojë shumë AI kanë arritën me kriju lajme të personalizuar për grupe të caktuara të njerëzve, dhe në këtë fund do thotë kanë ndrruar edhe narracionin e realisht edhe dyshohet që është rrit numri i votave për
për republikant pikërisht do thot përmes lajmeve të tilla, të cilat janë drejtuar dhe shpjegimi është që ai zakonisht do thot një shkencëtar i dhënav tipik, i cili do thot ka arritur me kriju një model të tillë. Për këtë arsye pastaj Meta veç ka tentuar me ndrurë sepse u është dënuar për atë punë. Do thot ka qenë do thot 3 ditë dëshmi në senat pa ndërprer nga 16 orë është mbajtën për arsye sepse është ndërtu një narracion jo i mirë për amerikanët dhe i dyshim do thot për rezultatin e zgjedhjeve të cili ka qenë vitin 2016 apo 2016. Kur ishte çështja absolutisht Hilton Trump do thot ka qenë jashtëzakonisht, ajo ka qenë shumë e madhe edhe e shpjegon shumë mirë njëri prej atyre inxhinierëve i cili ka punuar do thot pikërisht formatin se si kanë arritur me testu këto rezultate dhe këto informacione. Çka duhet të bëj tash? Çka është shumë e rëndësishme se po kam qenë na me përmbyll këto me nisim me situatën, me aktualitetin, me zhvillimet, analizën e bënëm ndërmjetshme, po çka duhet na me bëj tash? Kur po them na, është zinxhiror, media, shoqënia, institucionet, sepse është një zinxhir, të gjitha na kemi përgjegjësi, edhe në edukim, por edhe në aspektin e le të themi asona që me tregu të vërtetën. Si shoqëni ne duhet sa më shumë të raportojmë faqe fake, informacione të cilat janë të dëmshme dhe të tentojmë që t'i promovojmë apo të krijojmë ndoshta mekanizma të krijojmë listën e platformave mediale të besueshme për informacionet të cilat i ofrojnë. Kjo është shumë e rëndësishme. Kjo është një diskutim që po ndodh edhe në KMSHK, Këshillin e Mediave të Shtruara ku na Përbesën nuk e di këto, atë vetë se kam si ide, do thotë se kam bërë vule të besueshmërisë, do thotë me pas një check, një verified apo diçka të cilat do thotë me të vërtet i krijon dhe do të ne komplet narracionin me orientu tek media të cilat janë media serioze dhe media të besueshme dhe sa më shumë do thotë sepse nuk ka mekanizëm tjetër përveç raportimit, ndërgjegjësimit të qytetarëve për mediat e besueshme, ndërgjegjësimit të qytetarëve për informacione të cilat mund mos të jenë besueshme ose dezinformacion ose fake news. Sepse fake news megjithatë dallohet, po dezinformimi është pak më i rrezikshëm, sepse është një gjysmë e vërtetë ose një vërtetë e shtrënguar. Shregullim të informacionit, ti mundesh me pas shregullim të informacionit, po ka diku që është e vërtetë gjë të vërtetën pastaj. Pikërisht do thotë kjo, edhe pikërisht do thotë edhe mu kriju një komunikim apo një ndëlidhje shumë më e mirë ndërmjet organeve përgjegjëse të sigurisë kibernetike institucionale, mediave dhe agjencive të tjera përmes të cilave do të tentohet rrit besueshmëria, sepse edhe qytetarët nëse shohin një bashkërendim të aktiviteteve ndërmjet këtyre institucioneve, megjithatë rritet besueshmëria dhe shihet që ndoshta jo gjitha informacionet janë fake, jo gjitha informacionet janë të shtrembruara dhe informacionet të cilat publikohen në portale apo në mediume specifike mund të jenë informacione potenciale. Dhe çka është më e rëndësishme është që ndoshta kjo tash nuk e di ka më dalën, ndoshta është shumë e rëndësishme që kur bëhet fjalë për siguri kibernetike, kur bëhet fjalë për dezinformim, jo të gjithë gazetarët ose analistët mundën me marr flamurin me dalë me fol për ta. Sepse nganjëherë do thotë ndoshta po jep një informacion të gabueshëm dhe aksidentalisht pastaj informacion po bëhet viral dhe pastaj po shkon komplet kontekstin në një anë tjetër. Unë e them, ne kemi mos tingëllon si solm, se nuk ka solm, kjo po kupton është çështje. Ne kemi përgjegjësi publike dhe normalisht që pasoja do t'i bartë edhe secilin, nuk mund është me dalë në kohë reale me dezinformu, nuk mund është me shregullu informacion i cili nuk është real, sepse menoj që kjo mund të ndodhë dhe është gabim, domethënë. Çështja që ne kam pas shpesh, për shembull kur kanë dalë kanë folur me kompetencë për sulm kibernetik KGZ. Kanë dalë kanë folur me kompetencë për sulm kibernetik në Thesar. A kupton, do thotë pa i pas informacionet reale. Pa i pas informacionet reale, realisht, po edhe kjo shumë edhe jam vendos emra, jo për teksa, jam vendos edhe emra për njerëzit piqujnë gjitholog këta, domethënë. Unë po duam të pas kujdes sepse unë kam respekt se unë vipi shoqërisë civile, kum pasen me media jashtëzakonisht. Kritika konstruktive mendoj që na do të thonë gjithmonë. Pas kujdes sepse del një informacion mastaj do thotë po kalon komplet. Pastaj po të mund me followers, pastaj po të mund me procese të tjera edhe ti më veç informacioni i vërtet po jat shumë poshtë. Dan? Unë po besoj se ajo se çka është e rëndësishme në shoqërinë tonë së pari është të ua bëjmë dije të gjithëve që sikurse mjeku që është shumë i rëndësishëm për shëndetin tonë, gazetari është i thirrur për ne të marrim informacione. Përderisa ne nuk mrrim që këtë të angullisim në mendje njerëzve dhe t'i bindim, ne do të kemi gjithmonë problemin e burimit të informacionit që për mua edhe në rast se
KMSHK-ja nesër merr një vendim për ta identifikuar në çfarë do forme një portal, një media që është pjesë e KMSHK-s, që respekton kodin etik e të tjera, çka të bëjmë me gjithë ata qytetarë që kanë TikTokun, Instagramin, Facebookun si burim informacioni dhe nuk vijnë fare te këto media që ne edhe mund t'i konsiderojmë më të besueshme, janë më serioze, kanë redaksi, e din kush janë e kështu me radhë. Pra për mua kjo është një sfidë e rëndësishme për shoqërinë tonë. Në atë se çka duhet bëjmë, e përmenda edhe më herët, pra arsimimi formal dhe jo formal, institucionet duhet punojnë në këtë, duhet kemi rishikim të librave shkollor në mënyrë që ato të përditësohen me aktualitetin, me ato që neve me të vërtet na rrethon, mos kemi libra që përmend që ka diskutim të gjatë për gazetën, edhe pak televizion edhe hiç media sociale, ose shumë pak media sociale. Në Kosovë ne s'kemi gazetë. Është mirë që ne t'ua mësojmë çka është gazeta, por për mua shumë e rëndësishme pastaj të fokusohemi në TV, në media sociale, në inteligjencë artificiale, sepse kjo është ajo me cilën secili i ri nesër do të ballafaqohet, ndërkohë gazetë ne s'kemi në Kosovë prej kohës pandemisë, nuk ka të shtypur. Pra, përgatitja e shoqërisë për aktualitetin që ne kemi në ambientin informativ, edhe në arsimim formal, edhe në arsimim jo formal. Dhe besoj që kjo do të ishte një mënyrë se si ne do të ecnim me një hap të vogël përpara. Dhe po them të vogël sepse përderisa kalojnë ato vite që shoqëria të përgatitet, ne duhet ta mendojmë që ky treni i teknologjisë është me një shpejtësi shumë të madhe dhe nuk e dim se çka do të jetë e reja që mund vi nga ajo. Madje ne duhet ta mendojmë që fëmijët sot do të jenë fëmijë të cilët inteligjencën artificiale do e konsiderojnë të natyrshme, jo sikur ne. Se ne nuk kemi rritë me të. Për ta, ajo është, domethënë, diçka është komplet e zakonshme, ndërkohë për ne është sikur puna e telefonit për gjeneratat më të vjetra, që kanë filluar ta përdorin më vonë. Pra këto janë diferenca teknologjike që ne duhet të kemi në butkurtimin se si i shohim gjërat. Dhe unë besoj që kjo është shumë e rëndësishme në mënyrën se si ne duhet punojmë, që ta përgatisim shoqërinë për krejt çka po ndodh. Por unë besoj që kjo e gazetarit ka shumë rëndësi. Pra ta dim që po them për tema serioze, janë mediat, janë gazetarët, për ekspertisë sigurisë kibernetike, janë ekspertët e sigurisë kibernetike. Për pinguinin që vallëzon, se është deepfake, është video e gjeneruar me AI, deepfake pinguini vallëzon është arktim, s'ke nevojë edhe ta verifikosh diku tjetër. Po, dhe se vallëzon. Po, nëse ti e sheh që ka të bëjë me veriun e Kosovës, edhe është një tank atje, edhe ka një veprim diçka që mund të realizohet sot me AI, atëherë ti duhet shkosh edhe ta shohësh nëse diçka e tillë po raportohet te Telegrafi, te mediat e tjera që kanë me vite ekzistojnë te ne edhe kanë një besueshmëri të lartë në shoqëri, dhe ato duhet të jenë burim informacionit për qytetarët tonë. Të fundit, shumë çka më rëndësi gjithashtu është që ne nuk duhet krijojmë panik te qytetarët. Realisht do të pikërisht ne duhet të ofrojmë mekanizma të ndërgjegjësimit, mekanizma qetë, po pa përdorur narracion të panikës ose me pas kujdes të madh, mirë po duke krijuar një informim dhe një vetëdijsim natyral do të tek qytetarët. Që kjo duhet të bëhet shprehi qytetare, jo vetëm informim sakt, por shprehi e verifikimit të informacioneve dhe proceseve të tjera. Se po e di që jemi në fund, po këtë AI për shembull unë praktikoj me student, duke i kërku që ata përdorin LLM-sa për ta kuptuar se sa mund të ketë pasaktësi aty. Pra, sepse ideja është që nëse ti përdor AI gjithmonë do ta thotë të saktën, por mjafton që ti t'ja kontestosh në një mënyrë dhe ai thotë po ti ke të drejtë. Pra, automatikisht është ajo që modelet për momentin e kanë një problem të argumentimit dhe pastaj thjesht mbërrin në një përgjigje që është e pëlqyeshme për përdoruesin. Sepse kur është e pëlqyeshme për përdoruesin, ti vazhdon ta përdorësh, përdorimi yt të dhënat janë shumë të rëndësishme për kompaninë. Kompania e rrit modelin, rritën shitjet, pra ende atë si e shohun sot është ky modeli i biznesit që gjigante teknologjike kanë, nuk është për interes të shoqërisë dhe të publikut, por është për interes të zhvillimit të teknologjisë. Dhe që duket aty betejën me këta do të kemi të pamundur. E kemi betejë të humbur. Fatkeqësisht Bashkimi Evropian kur pas Cambridge Analytica që përmendi Pleroni dhe Bashkimi Evropian donte të mos lejonte keq përdorimin e të dhënave në media sociale që është bërë atë nga kompania, e krijon një rregull të ri të brenda GDPR-it edhe thotë që ne duhet japim leje mediave gjigantëve për ta përdor kamerën, telefonin e këto.
dhe pajisjen tonë. Çka bën Facebooku për shembull, në momentin që instalon aplikacionin, të detyron që ti thuash hello. Po, dhe Edhe me kaq brenda ligjet është në ajo rregull. dihet domethënë për privatësi s'ka diskutim aty çaty përfundon. Faleminderit shumë Blerton Abazi dhe Dren Gërguri për një temë jashtëzakonisht edhe për një diskutim shumë mirë. Qëllimi i këtij podcasti është edhe kjo, informimi me ekspert fushave të ndryshme për tema si deepfake, rëndësia e sigurisë kibernetike, jo vetëm gjatë zgjedhjeve, por edhe pse jo edhe gjatë zgjedhjeve. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit, Naci. Shkëndëror ishte kjo e tëra sa i përket podcastit të sotëm ku diskutuam për ato që ka të bëjë me deepfakes, dezinformimin, mënyrat e dezinformimit me teknologji, AI, por edhe për rëndësinë e sigurisë kibernetike, jo vetëm gjatë zgjedhjeve. Shihemi në podcast tjetër të radhës.